Një vit pas sekuestrimit të telefonit, mbështetur në disa denoncime dhe indicje, SPAK ka krijuar një dosje të veçantë me prova për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Ilir Proda, si person nën hetim paraprak. Më 17 shtator 2024, 2 javë para se Edi Rama ta emëronte Ilir Prodën në krye të policisë së shtetit, SPAK i sekuestroi telefonin dhe e mori në pyetje, pasi kur ishte drejtor në Elbasan, dyshohet se dekonspiroi aksionin për arrestimin e vëllezërve Hajdar dhe Franz Çopja, fakt i dal gjatë përgjimeve të tyre. Por dosja penale e Ilir Prodës është mbushur me prova të tjera, të zbuluara në telefonin e sekuestruar nga SPAK në 4 numra të tjerë celular që ai ka pasur në përdorim gjatë 15 viteve të fundit, si dhe nga përgjimet e rrjetit Sky ECC të personave nën hetim. Lili, drejtues i lartë i policisë së shtetit, sipas informacionit nga burimet të BKH-s, emri i drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, Ilir Proda, ka dalë në biseda telefonike dhe shkëmbime mesazhesh me 20 eksponent të botës së krimit, nga Saranda, Vlora, Elbasani, Fieri, Tirana, Durrësi, Lezhë, Korça dhe zona Mat Bulqiz. Në telefonet e zbërthyer të eksponentëve të krimit, emri i kryepolicit Ilir Proda është regjistruar si Lili, pseudonim me të cilin e përkëdhelnin në fëmijëri dhe adoleshencë, kur jetonte në Sarandë, dhe me të cilin i drejtohen ende sot miq e bashkëpunëtor. Identifikimi i tij në këto biseda dhe mesazhe është bërë përmes numrave të telefonit, përmbajtjes së kërkesave që i kanë bërë eksponentët e krimit dhe favoreve që ai dyshohet se u ka kryer për çështje të tyre me policinë e shtetit, të cilat përputheshin me detyrat që Ilir Proda ka pasur si drejtues komisariatesh dhe sektoresh në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Në dosjen hetimore që kanë përgatitur SPAK dhe BKH për Ilir Prodën, e bërë gati për procedim dhe dorëzim në gjykatë për masë penale, janë pasqyruar shumë biseda të tij me krerë të botës së krimit. Rekordin e komunikimeve, kryepolici Lili e ka me trafikantin Ylli Cara, ortak në një biznes tregtimi makinash, i cili i ka paguar 70 milion lek për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 119 metra katror në Tiranë. Gjithashtu, Proda dyshohet se ka komunikuar me pushtues tokash, ndërtues paleje, kontrabandist, trafikant dhe vrasës në Tiranë, Sarandë, Durrës, Vlorë dhe Lezhë, si dhe me shfrytëzues minjerash dhe transportues kromi paliçrënc në Bulqiz, me të cilët flitet se ka rënë dakord për marrje informacioni policor, mosgoditje të veprimtarisë kriminale dhe mosprekjen e personave të implikuar. Disa nga abuzimet e Ilir Prodës, pamfleti i ka publikuar në shkrimin Njollat e kryepolicit Ilir Proda në 11 detyrat që ka ushtruar dhe sekuestrimi i telefonit nga SPAK, ku paraqiten fakte konkrete për lidhjet e Lilit Ilir Proda gjatë 20 viteve si oficer krimesh dhe drejtues policie në Tiranë, Bulqiz, Lezhë, Korçë dhe Elbasan. Një nga rastet më flagrante është bashkëpunimi me vartësin e tij, ushtarin e bandave, Uljan Shpataraku, kur ishin së bashku në drejtorinë e policisë së Elbasanit deri në tetor 2024, ku dyshohet se favorizonin eksponent të krimit të këtij qarku, madje edhe kapur dhe liruar trafikant dhe vrasës në kërkim. Madje si lëndë referimi për hetimin që ka kryer BKH ndaj tij, janë përfshirë 53 raste të evidentuara në raportet e Shishit dhe Shërbimit Antimafia për favorizim ndërtimesh të paligjshme, grupe pastrimi parash, kontraband, mosfillim procedimesh, dekonspirim aksionesh, zhdukje provësh në vendngjarje dhe raste trafiku dhe tregtie droge, fakte që janë shënuar në dosjen e tij personale.